Segmenti rrugor prej 5 kilometrash që lidh qytetin e Ballshit me qendrën e fshatit Gjerbës është në gjendje të rënduar amortizimi. Banorët e zonës thonë se prej vitesh kjo rrugë nuk ka njohur asnjë investim, duke e kthyer në një problem madhor për përditshmërinë e tyre. Ata pohojnë se gjendja e rrugës ka ndikuar drejt së drejti edhe në shpopullimin e fshatit, pasi shumë familje janë detyruar të largohen, ndërsa fëmijët e tyre kanë emigruar dhe nuk kthehen më, pikërisht për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe kushteve minimale të jetesës. Një 4 km. 3-4 km. E shumë për më thike se ne, jo se e fshatë jonë vetëm, po su ka shumë makina. Po të rishtu një orë më të kaloj 20 makina. E sëril, e së smazez, që me merë berati shkon gjikteja, e shkapaj që shkon gjikteja, ka shumë, nuk shkon vetëm fshatë jonë. Kanë toga dhe kanë janë, tjetën e miqe, ka shumë më qakulli. Sa ko ka në këtë gjëndje? Po ka një 5 vjetë që ka bërë i kryetari i bashkisë, e bërë me Izme Qavo, e bërë me të rerën. Edhe... Brenda 5 viteve u degradua? Ka 5 vjetë që e bërë. 5 vjetë ka që e bërë, të rerën. E tha që, në tha ne, se kjo e ka prarë kështu beton. Dhe bërë me betona, për njëherë, ashtu tha e... Sa shpi ka qenë dikur fshati dhe sa kanë betur? Fshati ka qenë këtu, ne kemi patur e shkollë të mesme, fshati jonë. Vite kjo shqica këtu, vini kapaj. Be shkolla në kone në vejtë, shkolla Zykace, e STT-ja, dhe ishin 250 tenës, kooperative. Pa përshë sistemi. Sa familje, sa shpi ishin? Ishin 150 shpi, në ashti nuk janë asë, ishe shpi të cuti, për nuk ka njëri bërë, ka një këtër. Sa ka njëri? Ja, unë kam 4 quna, me nuse, s'kam asë një shpi. I pengon rruga për të kthyer kur vinë gjatë festave? I pengon shumë rruga, se kanë makina. I pengon shumë rruga. Dhe më shumë nuk vinë rruga. Ujtë pishin behari, neve të rëndisim pinë ujtë. Pra jeni një fshat, jeni lënë në harresën e investimeve? Bile, ta themu që unë mos kishë dhe në kone në vejtë, mos kishë ma drita, beva kishë ishi pa drita sot. Kjo është aq shqetësuese për neve, sa neve e ndjejmë vetë të harruar në të gjitha pushtetet që janë tash, ndash qëndrojnë ndash në një lokali. Për 5 km rrugë janë 30 vjetë, sigur na 500 metra me të ishin shtruar, do kështë mbaruar rruga. Fshati jonë është fshati më i harruar në Mallakastër. Edhe vetë fshati këtu, të gjithë rrugën e duan, si fshat, po asnjë nuk kërkon. Rrugë duan edhe rrugë nuk kërkojnë, sepse nuk e di, nuk jam edhe unë vetë i bindur, sepse nuk do të ishim neve 3 veta sot këtu, po duhet ishte i gjithë fshati, sepse rruga është jetë për të gjithë fshatin. Këtu edhe i vdekuri, ata që kanë ikur, nëse vdes në një që i bjen këtu, edhe i vdekuri nuk arrin dot që të varroset. Aq probleme është bërë rruga për tek ne. Kur është investuar për e të fundit? Para 2 vjetësh, hodhën qikrerë bituminoze, ajo më tepër doli, ja shplau shiu, morën ta dheja ndena bisoka e përën hodhën këtu, ja si që shikoni vetë. Tash nuk flasim se na njëmë të marrë për ngjyrat punë, e vëtën rruga si që duket, filmojnë rrugën, rruga është komplet e amortizuar. Kjo rrugë është amortizuar që nuk kalojnë do një orë të vesh të Ballësh dhe në Aranitas. Një orë do të vesh me makinë. Kemi bërë sa herë kërkesa, kemi bërë dhe më sa herë që vinë ata për zgjedhje, do ta bëj, as drita, as ujë, as rrugë. Na ka ngelur goja vetëm duke thënë drita rrugë ujë. Asnjë gjë na këto. Vetëm se na gënjej, na marrin atë vota. Ka ndikuar kjo rrugë në largimin e banorëve nga zona? Shumë fare. Ikin njerëzit, vinë kur me kohë ullirit tu, me Allah, me ulërim, me qarje, me vinë dhe thonë, o bo që na bën, nuk ikim dot, jo na u prish makina, jo na u prish ajo. Sa është rruga amortizuar fare. Disa prej banorëve shprehen se fatmirësisht elektrifikimi i zonës është realizuar para viteve 90, pasi në të kundërt sot fshati mund të ishte edhe pa energji elektrike. Banorët tregojnë gjithashtu se ky segment rrugor lidh disa fshatra dhe qarkullimi i automjeteve në çdo orë të ditës është i lartë, por theksojnë se për shkak të gropave, amortizimi i automjeteve është i shpeshtë. Sa ju penalizon kjo rrugë në përditshmërinë tuaj? Shumë fare që nuk bëhet ma fare që penalizim më të madh nuk ka me. Të iksh me thosë shoferit hajde më çon deri në Ballësh edhe nuk të vjen. Vetëm rrugën. Të marrësh një makinë të ngelesh në Ballësh, ngele atje.
të vjen njëri larg, do 20.000 lekë ti japsh atij shoferit të bjerë këtu. Ne më keq u s'ka ku të me. Për këtë njerëzimi këtu, popullin këtu. Edhe u detyruan njerëzit. Jeni akord në njerëz si fshat në bashki, Po që pse thonë duam rrugë. Po pse një herë? Po pse sa herë? Sa herë kanë ardhur këtu i kemi thënë sekretari bashkëzore na bëj rrugë ja kur virada na shkollën sa makina me rrë atë rrugën. Gjatë matane çon deri në jau pa lart. Sa makina me rrë. Kur era sa për emergjente, sa për si faqe, sa për kaluar një faqe dimri pastaj tash i kanë ngelur rruga është bërë faqe se siç ishte. Unë sa herë që vin, çon ne flasim bëjmë asnjërs. Sa është dëgjuar fjala. Jemi siç na shikoni ja pa rrugë me sebet pi bret. Sa probleme është për kjo? Problem sa s'ka ku të vej me. Problemi i madh është. Nuk është problem i vogël. Ju qarkulloni çdo ditë në këtë rrugë. Sa ndikon amortizimin e makinës? Amortizimi i makinës sa do makina të hajë s'duan kalamaj. E çojmë 2 herë në muaj te servisi. Ne jemi për të bërë servis për vetë të çojmë makinën tash. Pse se për një rrugë të vogël, se shumë kilometra gjë, aq është. Përballë kësaj situate, banorët kërkojnë një zëri ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për rehabilitimin e rrugës dhe garantimin e shërbimeve bazë, në mënyrë që fshati të mos braktiset plotësisht pasi ndihen të harruar dhe të braktisur, si nga pushteti vendor ashtu edhe nga ai qendror. Ndërkohë kryebashkiaku Qerimi Ismailaj ka pohuar se ishte bërë kërkesë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor jetik për banorët e kësaj zone.